Selam hoxh, ma jep një këshill kur je e brengosur edhe pse në rrugë të Zotit, elhamdulillah. Në fund të jetës vet apo në fund të karrierës vet, kur është taku Jusufi alayhis salam me babën dhe vëllezërit e tij, pra me familjen e vet, e ka thonë një fjalë që Zoti ka përmendur në Kur'an në surën Yusuf. E thot: "Wa man yattaqi wa yasbir", kush bëhet i devotshëm edhe bën sabër, fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Allahu asesi nuk e çon kot, nuk e humb shpërblimin e bamirësve, muhsininve. Ulemat kur e kanë përmendur kanë thonë këtë jeta e Jusufit alayhis salam ka qenë sprov edhe sabër, sprov edhe sabër. Sprov në kaderin e Zotit, sabër në këto sprova, në këtë kader, në këto telashe. Allahu ka thonë, Allahu është me durimtar. Edhe besimtari ka do që shkon sun ik për te kaderit Zotit. Nëse kupton të që s'munësh me ik kaderit Allahut, vetëm duhet një përshtat kaderit Zotit. Edhe me ba sabër, se Allah është me sabër let. Atëherë shtoj e devotshmërinë, vazhdo me ibadete, edhe bën sabër, ti krye tonën, pjesën e vet leja Zotit. Elhamdulillah je fetare. Edhe çka? Qysh do që e sjell Zoti? Kretë pejgambert nuk kanë pas çlirimet të dunjas, nuk kanë pas rezultate suksese marramendshme, por të gjithë kanë pas sabër, përkushtim në rrugën e tyne, edhe gjithsesi, domethënë, kanë qëndru mrena kryerjes së obligimeve. Kretë janë sprovu pejgambert. Prandaj sabër në sprovat e Zotit, mendim të mirë për Allahun, mos u largo devotshmërisë, sepse në fundit bamirës do të quhen muhsinin. E pejgamberi ka thonë çka është ihsani, çka bamirësia, çka kulmi i devotshmërisë, ka thonë ta adhurosh Allahun sikur po e sheh edhe pse ti s'e sheh ty të sheh. Rri me këshillën e Jusufit alayhis salam që përmenda në fillim. Allah të rujtë.